Për më shumë se 30 vitesh fshati i ri në njësinë administrative Postrri vuan mungesën e investimeve, duke mbetur pa rrugë të asfaltuar, pa energji elektrike, si dhe shpeshherë pa ujë të pijshëm. Dhjetra familje, shumë prej cilave të ardhura nga zonat malore, përballen me kushte të vështira jetese dhe infrastrukturë të amortizuar, ndërsa një tjetër shqetësim është dhe ndotja e kanalit Vaditës, i cili është në krah të këtij segmenti. Kesh është bëllë, se tanë këta shtëpia se kalojnë këtu, duhet me madhë shizë për të kur bje shijë. Se pa qizëve s'kalohet, a pa frej strada, makinat e vogla të na hasin. Ashtë shumë gjendje keqe, dobte. Na kanë shtru vetë si lagje, kanë rregullu vetë ku i shite të tonë bashkë, do me thonë, bashkohen e të tonë dhe e kanë se shumë keq është. Po shë vetë se është si normal se do në mu pastru këtë kanali, do me thonë fundin kryt, edhe kanali edhe për hatër edhe rruga, flitit se do të bonë si mjetë, po mirë është, do me thonë, mas parit me pastru kanalin. Bon shumë për shtypje, na vjen shumë kesh, shkatrojmë edhe makinat, po çka kemë me bën? Kështu është situacioni këtu. Vetëm pak kilometra nga qyteti, ky fshat duket se është lënë në arres. Zona ka njohur investime minimale në këto 30 vite, duke i vështirësuar edhe më tepër jetesën banorëve.